Përshëndetje nga kuzhina Shires. Sot kam vendosur që të gatuaj një pogaçe shumë të shpejtë. Nuk kemi nevojë që të presim shumë. Në 200 ml ujë të ngrohtë hedhim 2 lugë sheqer dhe 3 lugë të mesme moja buke. E aktivizojmë mojen e bukës. Në 500 gram miell hedhim 1 lugë gjille kryp. Mi hedhur mojen e aktivizuar dhe 200 ml ujë të ngrohtë dhe vazhdojmë ta punojmë me dorë. Pasi që e kemi ngjeshur 1 minutë, i hedhim pak vaj. Në një tepsi të lyer me vaj, vendosim bukën. Bukën do ta lejmë kushtohet që të pushojë rreth 5 minuta. Pas 5 minutave bukën do ta ngjeshim si në video. Do ta shpojmë me një piron në disa vende. Këtë pogaçe e gatuante nëna ime shumë shpesh, prandaj pata dëshirën që ta ndoj edhe me ju. Shpresoj se do t'ju pëlqejë, sepse me të vërtetë gatuhet shumë shpejt. Pogaçen do ta pjekim në furrë të parangruhur në 250 gradë. Pogaçja na ka dalur shumë e mirë, shumë e butë dhe do t'jetë shumë e shijshme. Shpresoj që dhe ju ta përgatisni. Ju lutem e suportoni me një subscribe nëse ju pëlqej kjo video. Ju faleminderit për shikim.